Selamu alaikum Hoxh. Aleikum selam rahmetullah. Cila do ishte një këshill e shkurtër për sot? Po, meqense kishim dhe temë të hutbes, asaj po i përmbahem, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush e lë diçka për hir të Allahut, Allahu do t'ia zëvendësojë atij me diçka më të mirë. Lënia për hir të Allahut është 3 grada. E para dhe kryesorja është që të lëm ato gjëra të cilat Allahu na i ka ndaluar. Pra kushdo që lë një ndalesë, vetëm se Allahu do t'ia kthejë me shumë të mira. E dyta është lënia e gjërave të urryera. Kush lë diçka që është e urryer, vetëm se do t'i ngrihet karakteri dhe pozita tek njerëzit. Dhe e treta është lënia e gjërave të lejuara. Ka gjëra që njeriu i ka të lejuara, mirë po, duke i lënë ato, mund të veprojë diçka që është më e mirë. Pra ti e lë diçka që e ke të lejuar për të bërë diçka që është më e mirë, dhe në këtë mënyrë Allahu të begaton duke të dhënë dije e devotshmëri e mirësi nga nuk e pret.